është aty dhe duket që është nga pipamja temi Por fiziologjike. edhe zonja Mereme kishte epërsi në raport me doktorë. Kishte epërsi, pse? Po s'ka konsum, mjek për mjek, po mjek e me eren, jo në mosh, po në karrierën politike, nuk ka probleme me ndërkombëtarët, nuk ka probleme me drejtësinë, nuk i dim të ketë një biznes me qeverinë, pra nuk mund thuhet që është e lidhur. Po disa avantazhe i kishte, kështu që edhe këtyre mund të jetë tremp. E të mërshme, që të arri edhe në këtë pikë. Me gjatë të tash, shumë veta mendojnë që temi kapitulli i Partisë Demokratike dhe kapitulli i Sali Berishës politikisht dhe biologjikisht tashme janë bashkë në vektorin e tyre kohor. Dhe ju e thatë vetë që këtë marrë ko temi opozicionin në Shqipëri, por dhe temi ka një frym tjetër tek njerëzit Ervin, njerëz cilët nuk kanë interes posaçëm me partitë politike, çështje punësimi, çështje tendera, çështje tjera, si kanë përpara. Dhe ka shumë tjetër cilët nuk është se jetojnë keq, jetojnë mirë, nuk është se nuk mendojnë që Shqipëria është mirë, po duajnë që Shqipëria të jetë edhe më mirë. Dhe ky lloj temi sensi kritik i shoqërisë për ecën para Shqipërisë duan të ecë edhe më shpejt. Le temi sigurisht nuk ka lidhje fare me Sali Berishën, por patjetër është kritik edhe me qeverinë. Dhe kjo lloj mënyre të re të bërit opozitë është ajo që po mungon sot në aksionin politik konkret opozitar. Ate po përpiqem të bëja, pra përpjekja ime është për të ndryshuar këtë model. Konkretisht. Vitin e ardhshëm ka zgjedhje lokale. Çfarë do të thotë kjo? Ka kohë dhe do jemi prapë deri atëherë, por unë do të vazhdoj betejën prapë në Partinë Demokratike. Unë ta bëj pyetjen. Unë po e bëj pyetjen. Nëse deri dje ju do quheshit tradhtar, me aktin e tradhtisë apo të vdekjes së Frymës Demokratike të PD-s, të ditës premte, ku Sali Berisha shpallet i vetmi kandidat zyrtar, askush nuk mund t'ju quajë më tradhtar. Dhe nga kontaktet që ju keni ju e dini. Po ka dhe një gjë tjetër që da themi, i vetmi tradhtar është Sali Berisha, sepse ka tradhuar besimin e demokratëve, ka tradhuar disa norma dhe parime morale që nuk bën ndaj njerëzve që jenë të njëjtin grupim, ka tradhuar besimin e shoqërisë sepse po e mban Partinë Demokratike peng, ka tradhuar, po themi, të gjithë parimet e demokracisë, pra ka tradhuar për shkak se bashkëpunon me Edi Ramën, ndërkohë që duhet të jetë kundërshtar. Çfarë kanë tradhuar? Dhe atëherë dalim te kjo pika, pra nëse ju do merrni një aksion konkret politik elektoral para aktit të tmerrshëm të ditës premte, do quheshet sindroma e tradhtarit do të ndiqej nga pas. Tani, kjo sindrom sigurisht bie. Pas ditës premte, ju keni tashmë të gjithë drejtën morale toni, si shtapostat kush është tradhtari vërtet idealeve të Partisë Demokratike. Vjen zgjedhjet e vitit të ardhshëm. Ju jeni një person me influencë në Korçë. Jeni pak se po flas me rezultate, nuk u i referohem. Jeni me influencë keni treguar në zonën e Rogozhinës dhe të Kavajës. Flitet gjithashtu që influenca juaj është e fortë në qarqet e demokratëve, por jo vetëm në qytete si Elbasani apo si Durrësi. A do të bëni ju atë që bëri Sali Berisha, që unë e kam vlerësuar me thënë vërtetën, në zgjedhjet e vitit 2023, kur ai pa logon e Partisë Demokratike, pas temën e Partisë Demokratike, u fut dhe guxoi dhe u fut në një garë, një përballje elektorale, ku sigurisht e dëmtoi Partia Demokratike, e vulës atëherë po e quajmë kështu, kandidat. Pra dëmtoi, por ama tregoi që ai kishte influencë në skenën elektorale edhe politike të opozitës. Pra ju do ta bëni një gjë të tillë? Shikoj, unë do të bëj betejë në Partinë Demokratike. Pra ka një vit të kohë dhe do të jemi këtu prapë. Për momentin unë do të vazhdoj prapë takimet me demokratët edhe pas takimeve me ta do kem, po themi, qëndrime të tjera. Do të vazhdoj të ekspozoj për momentin gjithë problematikat që ka Partia Demokratike, se unë jam në Partinë Demokratike. Kontributi, sakrifica e mira demokratëve nuk mund t'i dhe në kosh për shkak të interesit personal të Sali Berishës. Do vazhdoj të bëj betejën. Do të vazhdosh ta bësh ti vetëm, apo do ketë një kohezion midis zërave opozitar, por dhe kritik ndaj linjës zyrtare të Partisë Demokratike? Po jo vetëm në hapësirën publike, por edhe tek njerëzit, ka një lloj kohezioni që Sali Berisha është uzurpatori i Partisë Demokratike dhe që pengon rotacionin. Pra nuk është pak kjo frym për momentin. Puna është, do ketë hapa konkret, takime, koordinime, takimet përbashkëta. Takime bëj gjithkohon, por jo, flas me ata që janë ekspozuar. Atë që ka të bëj për lëvizjet publike e kështu, besoj që
Në këtë moment do të jemi fokusuar këtu. Momentin e dera e PD-s. Do kemi fazë tjetër për të diskutuar për këtë gjë besoj. Por ju nuk e përjashtoni asnjë nga opsionet. Jo, sepse unë do të zgjedh opsionin që i shërben më shumë interesit qytetarëve dhe interesit të opozitarëve në këtë vend. Mirë, Ervin. Faleminderit shumë që ishe me mua sonde dhe suksese në atë që ju keni nisur. Paktën për një gjë nuk akuzojnë dot si tradhtar. Faleminderit shumë që ishe me mua sonde. Ishte kënaqësi. Mirë, histori kthehet nesër në orën 8. Deri atëherë nga Sokol Balla, natë mirë.